Në katin e fundit të një vile gjigante, mbi kodrat që shikonin gjithë qytetin, jetonte një burr që kishte gjithçka, përveç paqes. Arben Kodra ishte milioner, jo nga ata që trashëgojnë pasurinë, por nga ata që ndërtojnë me duart e veta, me net pa gjumë dhe vendime që i thyejnë zemrë. Në moshën 48 vjeçare, ai kishte kompani, vila, makina luksoze, lidhje me njerëz të fuqishëm, por në shtëpinë e tij mungonte diçka që parat nuk e blinin dot, një familje e vërtet. Gruaja e tij kishte vdekur 8 vite më parë, duke lënë vetëm me një djalë 10 vjeçar në atë kohë, Danielin, që nga ajo ditë Arbeni ishte bërë edhe baba, edhe nën, por sado i fortë ishte, sado i pasur, ai e dinte një të vërtet të hidhur. Një fëmijë ka nevojë për një nën. Danieli tani ishte 18 vjeç, i zgjuar, i qetë, i vëzhgueshëm. Nuk fliste shumë, por kur fliste, fjalët e tij kishin peshë. Ai ishte rritur mes luksit, por zemra e tij nuk ishte prej ari, ishte prej diçkaje më të rrallë, ndjeshmërisë. Një mbrëmje, teksa shiu binte mbi xhamat e mëdhenj të vilës, Arbeni e thiri të birin në sallonin kryesor. Zjarri digjej në oxhak, por biseda që do të hapej ishte e ftohtë. Daniel, tha ai seriozisht, duke lënë gotën e verës mbi tavolinë. Ka ardhur koha që unë të rimartohem. Danieli ngriti syt ngadalë. Nuk u befasua, e kishte ndjerë prej kohësh. E di, baba, u përgjigj ai qetë. E kam menduar edhe unë. Arbeni u çudit. Vërtet? Po. Ke nevojë për dik. Dhe unë gjithashtu. Një heshtje e rëndë ra mes tyre. Prandaj, vazhdoi Arbeni, dua që këtë herë të mos zgjedh vetëm unë. Çfarë do të thuash? Arbeni mori i frym thellë. Dua që të zgjedhësh nënën tënde të ardhshme. Danieli mbeti pa fjalë. Kam organizuar një event. Do të ftoj disa gra modele, gra të bukura, të arsimuara, elegante. Ti do t'i njohësh. Do të kalosh kohë me to. Dhe në fund do të më thuash kë mendon se duhet të jetë gruaja ime. Danieli e shikoi baban drejt në sy. Modele. Po. Gra që i përshtaten statusit ton. Djali uli shikimin. Dhe çfarë ndodh nëse nuk zgjedh asnjërin? Arbeni buzëqeshi me nervozizëm. Do zgjedhësh. Un kam besim te gjykimi yt. Danieli nuk tha asgjë, por diçka në zemrën e tij u trazua. Dita e zgjedhjes. Vila u mbush me dritë, muzikë të lehtë dhe aromë parfumi të shtrenjtë. Njëra pas tjetrës, makinat luksoze ndalonin para portës. Gra të veshura me fustane të shndritshme zbrisnin, me buzëqeshje perfekte dhe flokë të stiluar deri në detaj. Ato qeshnin, flisnin me zë të lartë, shikonin veten në pasqyrat e mëdha dhe i hidhnin syt Arbenit me interes të hapur. Ky është ai. Sa elegant. Imagjino jetën këtu. Danieli i shikonte nga larg. Nuk ndjente asgjë, as kuriozitet, as emocion. Ai u ul në një qoshe të sallonit, duke vëzhguar në heshtje. Në të njëjtën kohë, në kuzhinë, një grua e re punonte pa u ndalur. Quhej Mira. Ishte shërbyesja e shtëpisë prej 3 vitesh. E qetë, modeste, me sy të lodhur por të ngrohtë. Askush nuk i kushtonte vëmendje. Ajo nuk bënte pjesë në botën e luksit, por e mbante atë në këmbë. Mira kishte ardhur nga një fshat i vogël. Kishte humbur burrin vite më parë dhe poriste vetëm vajzën e saj. Punonte ndershëm, pa ankesa. Danieli e njihte mirë. Ajo ishte e vetmja që i kishte folur kur ishte i vogël, e vetmja që i sillte çaj kur ishte i sëmur, e vetmja që e pyeste: "Si ndihesh sot?" Ndryshe nga të tjerët, ajo e shikonte si njeri, jo si trashëgimtar. Takimet. Gjatë ditës, Danieli u prezantua me secilën grua. Njëra fliste vetëm për udhëtime luksoze, tjetra për rrjetet sociale dhe famën. Një tjetër për çfarë do të ndryshonte në vil. Do heqim këto perde, janë shumë të vjetra. Do organizojmë festa të mëdha. Ti duhet të vishesh më modern. Asnjë prej tyre nuk e pyeti për nënën e tij të ndjer. Asnjë nuk e pyeti se çfarë i mungonte. Danieli buzëqeshte nga mirësjellja, por brenda ndjente boshllëk. Në një moment, ai u ngrit dhe doli në obor për të marrë ajër. Aty, pranë luleve, pa Mirën që po pastronte gjethet e rëna. Mira, i tha ai. Ajo u kthye e befasuar. Po, Daniel, a je mirë? Ajo buzëqeshi lehtë. Po, biri im, jam mirë. Po ti. Askush nuk e kishte quajtur biri im që kur nëna e tij kishte vdekur. Nuk e di, u përgjigj ai sinqerisht. Ajo e pa me sy të butë. Ndonjëherë, kur ke shumë njerëz rreth vetes,
ndihesh më i vetëm se kur. Danieli u shtang. Si e dije? Mira uli kokën. Sepse e kam ndier edhe unë. Zgjedhja që tronditi gjithçka. Në mbrëmje, të gjithu mblodhen në sallon. Modelet ishin rreshtuar, të sigurta në vetvete. Arbeni qëndronte në këmbë, krenar. Ishte i bindur se djali do të zgjidhte të duhurën. Daniel, tha ai me zë të lartë. Tani është momenti. Na thuaj, kush do të jetë gruaja ime e ardhshme? Salla u mbush me heshtje. Danieli u ngrit ngadalë. Hodhi një vështrim rreth e rrotull. Pastaj sytë e tij u ndalën te dera e kuzhinës ku qëndronte Mira, e hutuar, me përparsen ende të lidhur. Unë e kam bërë zgjedhjen time, tha ai me zë të qartë. Modelet buzëqeshën. Dua, vazhdoi ai, duke marrë frymthell, që nëna ime e ardhshme të jetë ajo që më ka dëgjuar kur kam qenë i trishtuar. Ajo që nuk më ka parë si pasuri. Ajo që më ka trajtuar si fëmijë. Arbeni u ngrir. Daniel, për çfarë po flet? Djali ngriti dorën dhe tregoi drejt Mirës. Unë zgjedh Mirën. Shërbyesen. Një murmurim tronditse përshkoi sallën. Mira u zbe. Jo, duhet të ketë një gabim. Arbeni i bërtiti. A je në vete? Ajo është vetëm një shërbyese. Danieli e shikoi baban drejt në sy. Jo, baba. Ajo është e vetmja që ka qenë nën për mua pa qenë kurrë e detyruar. Heshtje. Lot në sy. Dhe një zgjedhje që do të ndryshonte gjithçka. Heshtja në sallon ishte aq e rëndë, sa dukej sikur ajri ishte trashur. Modelet shikonin njëra tjetrën me sy të zgurdulluar, disa me buzëqeshje ironike, të tjera me indinjat të hapur. Askush nuk e kishte imagjinuar një fund të tillë. Mira qëndronte pranë derës, e ngrirë. Duart i dridheshin. Për herë të parë në jetën e saj, ajo ndjente se të gjithë sytë ishin mbi të, por jo për punën e saj, jo për gabimet, por për diçka shumë më të madhe, për një zgjedhje që ajo vetë nuk e kishte bërë. Daniel, tha Arbeni me zë të ulët, por të mbushur me zemërim të përmbajtur. Kjo është një shaka shumë e keqe. Nuk është shaka, baba, u përgjigj djali pa lëkundje. Është e vërteta ime. Arbeni u kthye nga Mira. Ti çfarë ke bërë? Çfarë i ke thënë djalit tim? Mira uli kokën, lotët i rridhnin pa zhurmë. Asgjë, zotëri, betohem. Unë vetëm kam bërë punën time. Punën tënde, shpërtheu njëra nga gratë, me zë përçmues. Po kjo është e papranueshme. Një shërbyese të bëhet zonjë shtëpie, një tjetër shtoi me përbuzje. Kjo është manipulimi i pastër. Këta njerëz dinë si të luajnë me ndjenjat. Danieli u kthye menjëherë. Mjaf, tha ai me zë të fortë. Ju lutem, largohuni nga shtëpia jon. Çfarë? Bërtiti Arbeni. Ti nuk mund t'i largosh mysafirët e mi. Mundem, tha Danieli i qetë, sepse asnjëra prej tyre nuk është familje, dhe asnjëra nuk do të jetë. Një nga një, gratë u larguan, duke tundur kokën, duke përshpëritur fjalë të hidhura. Porta e madhe u mbyll me një zhurmë të rëndë metalike. Në sallon mbetën vetëm 3 njerëz: Arbeni, Danieli dhe Mira. E vërteta që nuk ishte dëgjuar kurrë. Arbeni u ul rënd në koltuk, duke i lodhur, më i vjetër se kurrë. Daniel, tha ai pas një heshtjeje të gjatë, ti nuk e kupton çfarë po kërkon nga unë. E kuptoj shumë mirë, baba, po ti nuk e dashur ta shohësh. Arbeni u kthye nga Mira. Më thuaj diçka, kush je ti në të vërtetë? Mira mori i frymthell. Ishte hera e parë që dikush i kërkonte të fliste për veten. Unë jam thjesht një grua që ka humbur gjithçka dhe ka mësuar të jetoj në heshtje. Danieli ju afrua. Thuaje, Mira, tani është koha. Ajo ngriti syt, të mbushur me dhimbje. Kam qenë e martuar. Burri im ishte punëtor, i ndershëm. Kishim një vajzë të vogël. Një ditë ai nuk u kthye më nga puna. Aksident. Arbeni mbeti pa fjalë. Familja e tij më përzuri, vazhdoi ajo. Më lan pa shtëpi, pa mbështetje. Punova gjithçka, pastruese, kuzhiniere, dado, derisa erdha këtu. Pse nuk na e ke thënë kurrë? Pyeti Arbeni. Sepse nuk më pyeti askush, u përgjigj ajo qetë. Dhe sepse nuk doja mëshirë. Vetëm punë. Danieli u kthye nga i ati. A e kupton tani pse e zgjodha? Lufta e brendshme e milionerit. Arbeni u ngrit dhe filloi të ecte nervoz në sallon. Mendimet i përplaseshin si dallë. Ai kishte kaluar jetën duke gjykuar njerëzit nga paraqitja, statusi, fuqia. Por për herë të parë ndjente turp.
Unë kam punuar gjithë jetën që ti të mos vuash, tha ai, që të mos të mungoj asgjë. Dhe e ke bërë, u përgjigj Danieli. Por më ka munguar dikush që të më pyes si jam. Dikush që të më dëgjoj pa interes. Arbeni u ndal. Ti po thua se unë kam dështuar si baba. Jo, tha Danieli but. Po them se ke haruar të jesh njeri. Fjalët e goditën më fort se çdo akuzë. Arbeni u kthye nga Mira. Vetëm nëse do ta pranoja këtë zgjedhje, a do të doje ti të bëheshe pjesë e kësaj familjeje? Mira shpërtheu në lot. Unë nuk kërkoja asgjë, zotëri. As para, as titull. Vetëm respekt. Arbeni e shikoi gjatë. Respekti është gjëja më e shtrenjtë që kam humbur. Reagimi i botës së jashtme. Ditët që pasuan ishin të ashpra. Lajmi u përhap shpejt. Milioneri i çmendet. Djali zgjedh shërbyesen si nën. Skandal në elit. Shoqëria e Arbenit u tërhoq. Partner biznesi filluan të shmangnin takimet. Telefonatat u paksuan. E shikon çfarë ke bër, i tha Arbeni një mbrëmje Danielit. Po humbas gjithçka. Danieli u kthye qetë. Jo, baba, po shikon kush qëndron dhe kush ikën. Në kuzhinë, Mira vazhdonte të punonte si gjithmonë. Por tani, diçka kishte ndryshuar. Ajo nuk ishte më e padukshme. Një mbrëmje, Danieli i la një letër mbi tavolinë. Ti më mësove se dashuria nuk ka zë të lartë. Faleminderit që ishe nën, edhe kur askush nuk të kërkoj të ishe. Mira e shtrëngoi letrën në gjoks dhe qau në heshtje. Por kjo ishte vetëm fillimi. Qetësia që kishte rënë mbi Vil pas largimit të miqve dhe zhurmës së botës së jashtme ishte mashtruese. Brenda mureve luksoze, diçka po zjeje. Jo një konflikt i hapur, por një vërtet që kërkonte të dilte në dritë. Mira ishte zgjuar herët atë mëngjes. Si gjithmonë, zakoni i varfërisë nuk të lëkur, edhe kur jeta fillon të shikon ndryshe. Ajo po pastronte dritaret e mëdha të sallonit, kur vuri re një zarf të vjetër që kishte rënë nga një raft librash. Letra ishte e zverdhur nga koha. Nuk ishte e saj. Emri në cep e bëri të ndalonte frymën. Arben Kodra. Duart filluan t'i dridheshin. Jo s'mund të jetë, pëshpëriti ajo. Letra ishte e datuar gati 20 vite më parë. Mira u ul ngadalë në një karige dhe e hapi. Syti rëshitën mbi rreshta që i njihte përmendësh, sepse ajo letër kishte qenë dikur në duart e saj. Mira, jam i detyruar të largohem. Nuk jam i lirë të zgjedh. Babai im ka vendosur për mua. Kjo nuk do të thotë se nuk të kam dashur, por rruga ime është tjetër. Mos më kërko më, do të bëj vetëm dëm. Letra ra nga duart e saj. E shkuara u kthye me forcë. Një dashuri e ndaluar. Para shumë vitesh, para pasurisë, para vilave dhe titujve, Arbeni kishte qenë një djalë i ri, i varfër, por ambicioz. Punonte në një punishte ndërtimi. Aty kishte njohur mirën, të re, të thjesht, me sy që nuk kërkonin asgjë tjetër përveç sinqeritetit. Ata ishin dashuruar në heshtje, pa premtime të mëdha, pa plane, vetëm ndjenja. Por jeta e Arbenit kishte ndryshuar shpejt. Një mundësi biznesi, një marrëveshje, një baba autoritar që i kërkoi të martohej siç duhet. Ajo vajzë nuk është për ty, i kishte thënë. Ti e bër dikush tjetër tani. Dhe Arbeni kishte zgjedhur karrierën. Mira kishte mbetur vetëm, me një zemër të thyer dhe një sekret që nuk ja kishte treguar kur askujt. Sekreti që djeg. Në atë kohë, Mira ishte shtatzën, por kur i dërgoi letrën Arbenit për ta njoftuar, përgjigja kishte qenë në heshtje. Ajo nuk e kërkoi më. U martua me një tjetër burr, një njeri të mirë që pranoi fëmijën si të vetin. Por e vërteta nuk vdes kurrë. Ajo vetëm fle. Mira u ngrit me vështirësi. Zoti im pëshpëriti. Daniel, lotët i rridhnin pa ndalim. Ajo e kuptoi atë që zemra e kishte ditur gjithmonë, por mendja e kishte refuzuar. Danieli ishte djali i saj biologjik. Përballja. Ajo nuk mund ta mbante më këtë barë. Në mbrëmje, e gjeti Arbenin vetëm në zyrë. Duhet të flasim, tha ajo me zë që i dridhej. Arbeni ngriti kokën. Çfarë ka ndodhur? Mira i zgjati letrën. Ngjyra i iku nga fytyra. Kjo ku e gjete? Ajo ishte e imja, u përgjigj ajo qetë, por me dhimbje. Dhe historia jon nuk ka mbaruar asnjëherë. Arbeni u ngrit në këmbë. Çfarë po thua? Danieli është djali im, tha ajo më në fund. Dhe edhe yti.
Fjalët ranë si rufe. Jo, Arbeni tunte kokën. Kjo është e pamundur. E di sa herë e kam parë të sëmur, dhe kam dashur ta përqafoj. Tha Mira me lot. Sa herë kam dashur t'i them biri im me zë të lartë. Arbeni u ul, i shkatëruar. Pse nuk më the kur? Sepse ti zgjodhe të ikje, u përgjigja ajo. Dhe unë zgjodha të mos të ndjek. E vërteta përballë Danielit. Të nesërmen, Danieli u thirr në sallon. Ai ndjeu menjëherë se diçka nuk shkonte. Çfarë ka? Pyeti ai. Mira ju afrua ngadalë. Daniel, ka diçka që duhet ta dish. Arbeni nuk foli. Syt i kishte të skuqur. Unë jam nëna jote biologjike, tha Mira me zë të ulët. Danieli u ngrir. Çfarë? Nuk të braktisa kur, vazhdoi ajo. Të kam dashur çdo ditë të jetës sime. Vetëm nga larg. Heshtje. Pastaj Danieli u afrua dhe e përqafoi fort. Unë e dija, përshpëriti ai. Zemra ime e dinte. Arbeni shpërtheu në lot për herë të parë pas shumë vitesh. Por e vërteta sapo kishte dalë në dritë, dhe pasojat do të ishin të mëdha. Lajmi për të gjithë ishte një bombë. Danieli kishte zgjedhur shërbyesen si nën, dhe më shumë se kaq ajo ishte nëna e tij biologjike. Botës së pasur dhe të njohur. Kjo ishte një skandal që nuk mund të fshihej. Gazetat, mediat sociale dhe komuniteti i elitës filluan të shkruanin me fjalë të rënda. Milioneri i humb ndjenjat e klasës. Djali zgjedh shërbyesen mbi modelet luksoze. Një dramë e pabesueshme në vilën e Kodrave. Arbeni nuk mund të përballonte presionin. Partnerët e biznesit filluan të shmangnin takimet. Ai po ndjente presionin e botës që e rrethonte, por edhe tensionin e brendshëm. Dashuria për fëmijën e tij ishte më e fortë se gjithçka tjetër, dhe tani çdo vendim duhej të ishte i matur. Fuqia e një zgjedhjeje të vërtetë. Danieli ishte i vendosur. Ai qëndronte pranë Mirës dhe nuk e interesonte kritika, pasuri apo opinioni i botës. Ajo që donte ishte familja e tij. Për herë të parë ndjeu se nuk ishte vetëm, dhe se kishte dikë që e donte me gjithë zemër. Baba, nuk ka rëndësi çfarë thon të tjerët. Kjo është e vërteta jonë. Më shumë nuk dua asgjë tjetër, i tha Danieli Arbenit një mbrëmje, ndërsa shikonte qytetin nga balkoni i madh. Arbeni shikoi djalin dhe pastaj Mirën. Diçka brenda tij u thye. Të gjitha parimet, frika nga gjykimi i të tjerëve, i dukej më e vogël se lumturia e djalit. Në rregull, tha ai me zë të butë. Nëse kjo është ajo që do ta mbështes. Sulmet e jashtme. Por bota nuk do të pushoj kaq lehtë. Një ditë, një grup gazetarësh u paraqit në portën e vilës. Dëshironin të intervistonin Arbenin dhe Mirën për këtë zgjedhje skandaloze. Mira u friksua për një moment. Nuk ishte e mësuar të ishte publike. Jo, nuk dua që të shoh askush këtë, tha ajo. Danieli e mbajti për dore. Nuk kemi çfarë fshehim. Nëse njerëzit nuk e kuptojnë dashurinë, problemi është i tyre, jo ynë. Gazetarët e rrethonin shtëpinë, por Arbeni më në fund kishte mësuar një të vërtetë. Nuk mund të kontrollosh gjithçka, por mund të mbash të rëndësishmen pranë vetes. Sfida e pranimit. Familja e Arbenit, e njohur për elitizmin dhe traditat, nuk e pranoi lehtë zgjedhjen. Disa antar filluan të shfaqnin për çmim të hapur. Disa i kërcënuan me pasaktësi financiare në biznes. Ky nuk është niveli ynë, tha një kushërir i largët. Si mund ta pranoni këtë? Por Arbeni, për herë të parë në jetën e tij, nuk u trem. Ai nuk kërkonte aprovim. Ai kërkonte lumturinë e djalit dhe paqen e familjes. Lumturia e djalit tim dhe dashuria e Mirës janë më të rëndësishme se gjithçka tjetër, tha ai me vendosmëri. Kush nuk mund ta kuptoj këtë, nuk ka vend këtu. Një fillim i ri. Ditët e para pas vendimit ishin sfidë. Danieli dhe Mira mësonin të jetonin si nën e birë në shtëpi të madhe luksoze. Mirës i duhej të mësonte rregulla të reja. Mikpritje, etiketa dhe pritshmëritë e një jete të pasur që nuk ishte e saj, por zemra e saj dhe ndjeshmëria e Danielit bën që gjithçka të dukej më e lehtë. Ata filluan të krijonin tradita të reja. Mëngjes me biseda të gjata, pasdite duke shëtitur në obor, mbrëmje me histori për të kaluara. Arbeni, për herë të parë, ndjeu një paqe të vërtetë. Ai po mësonte se pasuria e vërtetë nuk është në para, por në njerëzit që ke pranë. Fundi. Pas ditëve të tensionuara dhe sulmeve të pafundme nga media dhe shoqëria e pasur, familja e Arbenit filloi të krijonte rutinën e re. Mira dhe Danieli, bashk, ishin të fortë. Ata kishin një lidhje të pasgjishme dhe një kuptim të thellë të familjes.
Dashuria nuk ka nevojë për tituj, luks apo para. Pranimi i papritur. Një mëngjes, një grup mysafirësh të rëndësishëm erdhën në vilë. Kishin ardhur të diskutonin biznes, por, papritmas, një nga ta, e njohur si kushërira e Arbenit, bëri një hap përpara. Nuk do ta kuptoj kur këtë zgjedhje, tha ajo, me ton të ftohtë. Por Danieli nuk u trem. Kjo nuk është për të kuptuar, është për të ndjerë. Ju mund të mos e kuptoni dashurinë, por ne e ndjejmë. Mira qëndroi pranë tij, duke ndjerë forcën e zgjedhjes së tij. Papritmas, diçka ndryshoi. Një nga gratë më të fuqishme në familje, tha me zë të ulët. Nëse djali ka zgjedhur kështu, duhet të ketë një arsye. Ndoshta unë nuk kam parë atë që ju të dy shikoni te njëri tjetri. Heshtja mbizotëroi për një moment. Arbeni shikoi me një buzëqeshje të lehtë, diçka që nuk kishte ndodhur prej vitesh. Ai kuptoi, familja mund të sfidohet, por dashuria e vërtet nuk mund të thyhet. Rikthimi i lumturisë. Me kalimin e muajve, raportet me shoqërinë e jashtme u përmirësuan. Disa njerëz filluan të respektonin zgjedhjen e Danielit dhe të Mirës, kur panë se ata ishin të lumtur dhe të qetë. Lajmet negative u zbehen. Një histori që fillimisht dukej si skandal, tani ishte një mësim për të gjithë. Vlerat e vërteta nuk blihen me para, por me zemër. Në shtëpi, traditat e reja u forcuan. Mëngjeset me biseda të ngrohta, pasditet me shëtitje dhe darkat familjare, ishin bërë pjesë e pandashme e jetës së tyre. Arbeni kuptoi se fëmia i tij kishte bërë zgjedhjen më të mençur, dhe se kishte qenë koha që ai të mësonte të lëshonte kontrollin dhe të pranojë dashurinë siç është. Një surprizë për të ardhmen. Një ditë, Danieli i propozoi Mirës diçka të papritur. Në praninë e të gjithë familjes, ai tha: "Ti nuk ke qenë vetëm një nën për mua, por edhe shoqe, mbështetje dhe zemra ime. Dua të jem gjithmonë pranë teje." Mira qau. Lotët e saj ishin të përzier me gëzim dhe lehtësim. Unë gjithashtu, tha ajo. Arbeni u buzëqesh me krenari dhe lumturi. Për herë të parë pas shumë vitesh, ai ndjeu se kishte arritur diçka që para pasurisë nuk mund të blihej. Një familje të vërtet dhe të lumtur. Mësimi i historisë. Kjo histori nuk ishte vetëm për një zgjedhje të veçantë. Ishte një kujtesë se paraja dhe statusi nuk mund të zëvendësojnë ndjenjat e sinqerta. Dashuria e vërtet shikohet me zemër, jo me sy apo tituj. Një nën nuk është vetëm ajo që sjell luks, por ajo që dëgjon, kupton dhe qëndron pranë. Danieli dhe Mira u bën simbol i një zgjedhjeje të guximshme dhe të drejtë. Arbeni mësoi se pasuria më e madhe ishte dashuria dhe respekti i njëri tjetrit, dhe kjo nuk mund të matet me asnjë milion euro.